Të dashur miq, dita e gjykimit sipas Kuranit ka mbi 40 emra. Është një ditë e cila do të zgjasë mbi 50.000 vjet dhe do të ndodhin shumë ndodhi shumë të mëdha. Një ndër ato emra të kësaj dite të madhe dhe të llahtarshme është edhe emërtimi i kësaj dite me emrin Yawmet Talaq, dita e takimit, dita e ballafaqimit. Është dita kur shtypësi dhe i shtypuri do të takohen ballë për ballë, do të marrin hak njëri tjetrit. Është dita kur prokurori dhe i dyshuari do të takohen ballë për ballë, do të marrin hak njëri tjetrit. Është dita kur gjykatësi dhe i burgosuri do të takohen ballë për ballë, do të kërkojnë hak njëri tjetrit. Është dita kur shefi dhe punëtorët do të takohen ballë për ballë. Është dita kur kreditori dhe debitori apo borxhliu do të takohen ballë për ballë. Është dita kur kamatdhënësi dhe kamatmarrësi apo fejdexhiu dhe ai që ka marrë parë me fejde do të takohen ballë për ballë. Gjithashtu është dita kur gjithë ata kriminalë që kanë vrarë kaq fëmijë dhe kaq njerëz në Gaza edhe në për lufta të ndryshme, të vrarët do të kërkojnë hak nga vrasësit e tyre, nga kriminalët. Andaj Allahu Gjeleshanu është ai që nuk haron dhe ka shënuar edhe shënon çdo veprim tonin. Gjithashtu është dita kur ata banor, ata njerëz që u vranë, ata fëmijë dhe nana dhe gra dhe pleq dhe fëmijë që u vranë në Gaza do të kërkojnë hak edhe nga ne nëse kemi qenë të heshtur dhe nuk kemi kontribuar asgjë për atë popull. Wassalamu alaikum.